Zotri Fejzullahu, u përmendën edhe pensionet nga 120 në 150. Nuk e kum lexuar askon. Tash po e dëgjoj. Unë e keshe para që ta jo pa këtë lajma, mos më thuj. Seriozisht e kja? Edhe jo, unë ma shumë po gëzona, kur për shof ato Shqipëri si po dhe të kemë rritjet pensione, gjdo muj po gëzona. Po edhe kësa e rada po gëzona. Ani po t'jel mirë. Pas ka po mirë, ka kështë. 120-150, sa po i bjeratë 25%, apo nëse s'gaboj, 20, 30 euro shtesë. 30 euro. €. Po që kanë thonë, qeveria Kurti e kena gjithë me 90, e kena bu 150. Shikoj, jo vetëm qeveria Kurti, sepse tash mos të gjujnë barën vetëm të qeveria Kurti, sepse kjo, sot 30 euro është todhje, a kupton, po me gjithat të kanë bëhat që kanë pas mundësi, se bugjeti Kosovës, tash, ma herët patëm najen me atë mikun Berisha dhe me Zojen, dhe gjani, kjo është një pikë shumë e ndishme, sepse sot pensionerit jetoj me 120 euro, me 150 euro, unë nuk di që shjetojnë ata, sinqerisht për e thamë, po.